E vërteta që del në sipërfaqe. Shenjat e horoskopit më të prekura nga hëna e re në peshore. Ndërsa sezoni i peshores po mbaron më 22 tetor. Një hënë e re e fuqishme në të njëjtën shenjë një ditë më parë shënon një pikë kthese. Nevoja për ekuilibër, harmoni dhe ndershmëri në marrëdhënie del në pa. Ndërsa hëna e re bën thirrje për vetanalizë, sqarim dhe lëvizje të guximshme që çojnë në ndryshime kuptimplote. Me energjitë e diellit dhe hënës në peshore që përballen me sfidat nga Jupiteri në Gafore. Kjo periudhë ngjall emocione të forta dhe ngjall plagë të vjetra. Në të njëjtën kohë, prania e Plutonit në Ujor dhe bashkimi Merkur-Mars në Akrep japi një ndjesë zbulese dhe depërtimi të thellë, duke i shtyrë shenjat të shohin të vërtetën. Pavarësisht se sa e vështirë është, 3 shenjat e mëposhtme të zodiakut preken më shumë nga hëna e re e 21 tetorit. Dashi. Tensioni i brendshëm që sjell kjo hënë e re ka të bëjë kryesisht me marrëdhënie. Periudha nxjerr në pas situata të ngarkuara emocionalisht dhe shkakton probleme të vjetra që ndikojnë në komunikimin me të tjerët. Dashi thirret të dalë nga introversioni dhe të bëjë vend për mbështetje nga mjedisi i tij. Ekuilibri në marrëdhënie kërkon ndershmëri dhe reciprocitet dhe kjo është koha e duhur për të rivendosur ato. Gaforja. Dyshime që mund të kenë lindur në sferën profesionale ose në çështjet e vetëvlerësimit tani dalin në pah për të adresuar. Hëna e re sjell kujtesa për vlerën personale dhe qëndrueshmërinë e ndërtuar përmes përvojave të jetës. Gaforja duhet të pranojë se është pikërisht aty ku duhet të jetë dhe se është e pajisur për të vazhduar, pa e zvogëluar ose dyshuar veten. Peshorja. Me diellin dhe hënën në peshore. Kjo hënë e re është një kohë vendimtare për fuqizimin personal. Nevoja për ekuilibër nuk do të thotë domosdoshmërisht shmangia e konfliktit. Përkundrazi, mund të kërkojë marrjen e pozicioneve të qarta dhe guximin. Periudha ofron një mundësi për ta bërë zërin tuaj të dëgjohet më qartë, për të rritur vetbesimin tuaj dhe për të theksuar autenticitetin, edhe nëse sjell reagime negative. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.